I vitit më parshëm i rritur me 18%, në krahasim me fitimin e tatueshëm të vitit pas ardhes tatimore. Propozimi është fill pas kësaj pike të shtohet tatim paguesit detyrohet të paraqesë dokumentacionin mbështetës për burimin e fondeve dhe të ardhurave që shërbejnë për llogaritjen e fitimit të tatueshëm. Pra mos vit thot formalisht po e rris 19% në krahasim me një vit më përpara, po të sjelli letra për këtë gjë. Si e rrit, kur biznesi jot 20 vjet me radh ka fituar vetëm 3%. Tash kjo pa letra nuk bëhet, zënës ministër, më vje keq domethënë. Mirë, dakord, verifikim, po ju nuk bëni dot monitorim as në qoftë se ai vjen pa letra. As monitorimi s'keni për ta bërë dot. Në qoftë se ai vjen pa letra fare. Pra duhet justifikoj këtë rritjen e fitimit. Kaq po kërkoj. Të justifikoj me dokumenta rritjen e fitimit. Keni një reagim, Ministria e Financave? Sërish nga ana teknike e kam të paqartë se çfarë synon ky propozimi. Pra patjetër ai ka fatura shitje. Ai ka është shumë i qartë. Po thua fitimi i tatueshëm i vlerësuar është fitimi i tatueshëm i vitit të mëparshëm, i rritur me 18% krahasim me fitimin e tatueshëm të vitit pas ardhes tatimor. Okej. Tani po kërkoj që ky fitimi prej 18% plus të dokumentohet. Pra të sjelli dokumenta që provojnë që është realisht 18% më shumë fitimi. Pra ti më ke gënjur mua me fitimin. Nuk ke sjell para me vete, pavarësisht se sektori ku operon nuk ka normë fitimi më të lartë se sa 5%, ke marrë para të tjera për t'i pastruar këtu. Kaq e thjesht, çfarë problemi ka kjo gjëja? Që ai të justifikoj burimin e parave që po vjen të deklaroj për të hyrë në marrëveshje. Çfarë problemi ka? Përkundazi nuk ka si marrëveshje, po nuk e kuptoj se si nuk e paska të dokumentuar. Pra çfarë do thotë ta kesh të dokumentuar për sa i përket termave ligjore? Çdo lloj kompanie, po pra do ketë fatura, po Po mi më dakord ai do të shihsi. Ore pyetja është më thjeshtë. Ore si do vi unë të them pyet tani? Do vi këtu do vi marrësh. Dhe po të deklaroj, për vitin 2026 është rasti hipotetik që sapo fola me do ngjesh. Ka rasti hipotetik për cilin fola me zonjën pak më përpara. Do vite këty. Një vit më përpara, pra 2025-ën, kam sjell në mars tabelat me 5% fitim të deklaruar, do paguaj tatimin 15% mbi të. Tani për 2026 duhet ty në marrëveshje me ty. Dhe do them, kam dhe 18% plus. Pra do bëj, për vitin e ardhshëm do bëj dhe 18% plus fitim. Tani duhet ta justifikoj unë këtë? Apo s'duhet ta justifikoj? Dhe duhet sjell ndonjë dokument për këtë 18%? Duhet sjell ndonjë dokument apo jo? Se s'është fshatar më që ka tokën atje, edhe i thua kaq kuintal për hektar për kaq lek pa TVSH del kaq. Nuk është fshatari. Kupton, do të vi kompania. E gjithë çështja është çfarë kërkohet me dokumentim. Pra nuk mund dokumenta që provojnë që unë do të realizoj një fitim për 18%. Okej. Plus, pra 5 edhe 18 në cilin moment ligji thotë që nuk duhet të ketë dokumenta apo e kam sërish nga ana teknike, nuk e di se çfarë do shtonte dhe çfarë zbatimi do kishte në terren. Është hapur më është pas lloj limiti, pas lloj kufiri. Është hapur më fare. Unë vi deklaroj sa të dua. Kështu është. Dhe ti hy në marrëveshje me mua dhe po më monitorove, mirë. Po s'më monitorove, u ligjëruan ato paratë mia. U ligjërua edhe tabela edhe pasyrat financiare, atje më thanë. Tani unë jam i pasur, po jam i lishëm. I
pasur dhe i lishëm, jo i pasur dhe i palishëm, po i pasur dhe i lishëm, pas këtij procesi. Ky është problemi. Keni hapësirën në shumë të gjëra. Dhe ky është një problem shumë i madh. Keni ndonjë reagim tjetër? Jo, okay. Okay. Atëre, kush është dakord tek neni 5 me amendimet e zotit Braça? Ishit kundër, domethënë. Jeni kundër kësaj. Thash edhe një herë, në parim nuk kuptoj se çfarë do thotë në zbatim konkret ky lloj propozimi. Propozi detyrohet të paraqesë dokumentacion mbështetës për burimin e fondeve. Çka ka këtu? Unë bëj deklarim pasurie vlla dhe çoj një seri me dokumentacionin mbështetës. Atje. Tek ILDKPI-a. Edhe kaq e thjeshtë. Do deklaroj 18% fitim më tepër. Duhet të sjell në një letër apo duhet të sjell në një letër? Thjesht do të bëj deklarimin, domethënë unë do bëj fitim 18% më shumë një vit më pas edhe kaq. Po jo më nuk shkon kështu më burr. Bëni si doni, po nuk shkon kështu. Nuk keni reagim. Domethënë, një fitim i deklaruar më shumë, po i pa dokumentuar lë hapësirë për të keq përdorur këtë ligj. Një vit dhe 2 vite shtesë, thuhet aty. Patashi, i deklaruar dhe i pa dokumentuar janë dy gjëra komplet të ndryshme. Qëse ju do ta pranoni kështu, pra kjo marrëveshje do vi, unë do vi atje dhe do them, do deklaroj 18% më tepër, se kaq do deklarojnë gjitha, askush do të deklarojnë 19, 20 e kështu me radhë. 18 do thonë gjithë. Do deklaroj 18% më tepër. Si okay, si i bën ti këto? Ne të kuptoj. Ky sektori ku ti punon ka një normë fitimi, maksimumi 4-5%, 6%, 7%, 10%. Ti si do i bësh 18? Dokumenton gjë për këtë? Jo. Tash më vjen keq, domethënë është e hapur me pash për të bërë ose për të përfituar ai që mendon keq. Jo ai që realisht ka fshehur fitimin. Po ai që mendon keq. Un kam përshtypjen se në fund të vitit të kontrollojnë atë vlerën që ai ka xhiruar, nëse një vit kontrolle në teren, 0. Po pra, po ndërkohë ka faturat, janë faturat që do hynë të fatura mund të presun nga mëngjes deri në darkë sa të duash. Janë që faturat që kështu. Ne me fatura dalim rritje llotare. Okej, kush është dakord me amendimet e zotit Braça? Kush është kundër? Abstenim, një abstenim? Një abstenim. Kush është dakord miratojmë nenin 5 me ndryshimet e teknikës legjislative propozuar nga Ministria e Financave? Kalojmë tek neni 6 pro kishim, një kundër, një abstenim. Kalojmë tek neni 6 dhe tek neni 6 kemi edhe këtu disa